Janë dhe partit të tjera, jo vetëm ju. Jo, unë kam fakte që ka njerëz sa jo është prek interesi, tak e kanë sulmuar nga pak koalicioni Djafas për zhvillim, edhe Adriatic Lapa, her pas here e kanë sulmuar në momentet caktuar. Është i vetmi Basha që për asnjë çast, për asnjë moment nuk ka vënë dyshim mbështetjen për drejtsinë e re. Të paktën kështu e kam parë unë. Dhe fakti që në listat e partisë koalicioni Euroatlantik nuk ka subjekte të SPAK-ut apo subjekte të organeve drejtësisë, por ka njerëz që janë më afër popullit, ka njerëz që nuk janë provuar në shërbimin ndaj qytetarëve, nuk janë provuar njerëz që të kenë kompetenca për të parë se çfarë ofron, ndërkohë që në krahun tjetër, Partia Socialiste dhe koalicioni për Shqipërinë gjigande apo Shqipërinë madhështore, ka plot njerëz, të dyja partit bashk, ka plot njerëz që do të bien dëshmor para datës 5 maj. E vazhdojmë këtu, por më lejoni t'ju bëj një pyetje. Po. Tani, Lulzim Basha konsiderohej si një prej njerëzve më të përkëdhelur të Sali Berishës. E pranojmë këtë. I ka dhënë atij një sër postësh. Lulzim Basha ka mbajtur disa poste ministrash. A i kishte Lulzim Basha ndonjë borxh Sali Berishës pikërisht për faktin që ka qenë një ndër njerëzit e tij më të besuar, një prej më të përkëdhelurve të tij për ta ripërsëritur edhe një herë? Pse du ta mendojmë ne që Sali Berisha i ka dhënë postin e ministrit, po nuk do të mendojmë që unë, ti dhe Lulzim Basha i kemi dhënë postin e kryeministrit Sali Berishës. Dakor, po unë tani po bëj këtë pyetje, dua të di, pra për raportin mes tyre, Lulzim Basha e largoi nga grupi parlamentar. A i kishte Lulzim Basha ndonjë borxh Sali Berishës? Që e ka larguar nga grupi? Ka qenë i detyruar për të mbajtur pastër partinë. Sepse Partia Demokratike ka marrë një faturë shumë të madhe. E dini ju që detyruar nga kush? Ka 3 vite nga demokratët. Cilë demokratë? Nga partnerët tonë ndërkombëtar, sepse e dini ju që ka mbi 4 po mbushën 4 vite që nuk futet asnjë zyrtar i evropian, asnjë ambasador në godinën e Partisë Demokratike. Është kthyer një kështjell me kangjella Partia Demokratike. Fakti që nuk të roket asnjë ambasador në Partinë Demokratike, madje dhe ambasadori i Kosovës, tregon që është një parti e izoluar. Partia e izoluar është për faktin e shpalljes non grata, është për faktin... Ata pretendojnë që do hiqet së shpejti. Madje as nuk po përmendet non grata. Do t'ju bëj një pyetje, nëse është non grata, ambasadori i Kosovës pse nuk shkel? Meqense e paska vetëm Amerika. Pastaj, ne shqiptarët duhet jemi të bindur, ne nuk jemi gëzuar që është non grata Sali Berisha. Por fakti që procedura e shpalljes non grata ka filluar që kur ka qenë në pushtet Trumpi herën e parë, tregon se Departamenti i Shtetit nuk ka të bëj fare me politikat, ka të bëj me ndikimin dhe korrupsionin dhe luftën kundër korrupsionit e lartë shtetëror që bëhet në vendet në zhvillim. Dhe madje nuk është vetëm Shqipëria. Ja çfarë po bëhet 5 hapa me tutje. Do diku t'i doli flet arresti, kryeministrit, ministrave. Pra do të thotë që të gjithë janë të implikuar.